nderuar, mirëmbrëma, jemi me emisionin Bashkimi Evropian dhe ne. 18 vite pas shpalljes së pavarësisë, Kosova gjendet në një moment kyç mes konsolidimit të brendshëm politik dhe aspiratës pandryshuar për integrim në Bashkimin Evropian. Nga një shtet i ri me mbikëqyrje ndërkombëtare në një aktor që synon të jetë pjesë e familjes evropiane, rrugtimi ka qenë i mbushur me sfida, kriza politike dhe përpjekje për reforma. Por sot pyetja thelbësore mbetet. A ka arritur Kosova pas 18 vitesh pavarësi të ndërtojë një shtet funksional dhe të gatshëm për Bashkimin Evropian? Sonte në BE dhe ne për këtë temë diskutojmë me Jeton Halimin nga Instituti për Studime Evropiane dhe Globale. Profesor, mirë se erdhët në emisionin tonë. Faleminderit, kënaqësi. Unë ju falenderoj që keni ndarë sot kohë, të jeni edhe pse keni shumë aktivitete besoj në Kosovë, por për të ndarë disa momente me ne dhe me shikuesit tanë në këtë ditë mjaft simbolike dhe shumë të rëndësishme për ne. Zënëror, kënaqësi dhe për neve si shqiptarë të Republikës së Kosovës, por edhe shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, besoj që jemi të afërm dhe do të respektit me qenë maksimal anasjellë dhe kur ju marr me kënaqësi për emisionin tonë dhe për çdo pyetje që ma referoni ju mua. Si drejtor ekzekutiv i institutit të cilin e përmenda, Evropian dhe Global, i cili vepron në Prishtinë, gjithashtu edhe doktor i shkencave në sfera të ndryshme, si analist ju kemi parë në për emisione, në për televizione dhe mendime mjaft të thukta në veçanti kontributin tuaj në rrugtimin evropian dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë ju kam parë me analizat dhe mendime. Por sot do të fokusohemi, pasi që i përkushtohemi 18 vjet pavarësisë shtetit të Kosovës, do të fokusohemi në gjendjen aktuale, momentale. Pas 18 vjet pavarësi, si reflektohet kjo situata aktuale politike? E shohim si një progres, tash hapat momental, apo një momentum ku ndoshta edhe mos themi riciklimi krizave të caktuara të cilat do të jenë të pranishme në skenën politike? Po zënëror, tash sot është për vjetori i themelimit të Kosovës 18 vjetori, besoj që e kemi përcjell edhe misioni juve dhe gjithkund tjetër sfida që kanë pas Kosova prej mas luftës, prej çlirimit nga regjimi i atëhershëm Jugosllavi i Serbisë dhe besoj tani administrata e UNMIK-ut dhe bashkërisht kemi ardhur deri te 17 marsi që u bërë dhe shpalla e pavarësisë të Kosovës dhe ato sfida që ka kalu populli i Kosovës dhe shteti i Kosovës kanë pas mjaft sfida me bashkësi ndërkombëtare dhe besoj tash shteti i Kosovës është duke marrë veten gradualisht me miqët e vet, sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës, jemi me fat që jemi miq me ta dhe përkajnë Kosovën në çdo moment dhe unë besoj një ditë çdo qytetar i blisë Kosovës dhe anë mban nëse amerikanët nuk do të investojnë në këtë vendin mini Ballkanin Perëndimor, i them me krahasim me Bashkimin Evropian, na si 6 vende në Ballkanin Perëndimor është një mini Ballkani dhe besoj investimi amerikan dhe evropian është i qëllueshëm për mos të ketë më lufta siç kanë qenë në Jugosllavi. Edhe besoj tash Kosova është tuk është dhe besoj që endivim Kosovës, unë besoj që duhet të ketë një pajtueshmëri të politikanëve dhe jo një hatërmbetje dhe siç kanë qenë përpara dhe tash tutje mos të shohin shtetin sikur ajtjem të pareve, po punojnë për mirëqenien e popullit se sovranin dhe populli ata i voton dhe kur bëhet mbas 4 vjetë dalin fushata prej popullit dhe populli ata i voton dhe ja u jap mandatin qytetar për me na përfasu neve. Pa marrë parasysh partitë politike janë sikur figurat e shahut, unë mendoj dhe secili që bën ma mirë për popullin dhe e voton popullin dhe s'ka kur gjë të keqe. Dhe jo ishte tash më në fund o themeluar dhe qeveria e Republikës së Kosovës Albin Kurtit, e keni përcjell edhe ju televizioni shumë i respektuar. Besoj që një vjet stagnim për inate politike, për kalkulime politike, për populizma dhe çka mbeti shteti një vjet stagnim për çka për inate politike, këtë u dëmtua mas shumti populli i Kosovës, sovrani dhe shteti i Kosovës, që një parforme u bë edhe unë mendoj kështu që u acaruan as shumë me miqët tanë, sidomos me shërbam politika e Zotit Kurti dhe kryenësia e Zotit Kurti, me ato populizmat, është bë një përparësi në ato komuna
sidomos në veri e Zotit Kurti që e mbajti dhe një farform me çfarë dëshmimi dhe ja sëllën atë fitore atjo, sidoqoftë unë mendoj që do të ketë politika më të qarta edhe nga vetë politikanët. Tash, a na pëlqen, neve as na pëlqen, sidoqoftë është populli që e mendon shumica, po unë mendoj që më në fund populli është vetësuar dhe e ka votuar më të mirën sipas popullit dhe tash e kemi më në fund, po unë shpresoj që të ketë bashkëpunim se e dim dialogu Kosovë-Serbi dhe e dim ku ne kemi përballa, kemi në armikun tonë shokollor që ka bo krim, masakra, gjenocid dhe jo rastisht po mban edhe liderët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, Zoti Kadri Veseli, ish kryetari i komandit, tash më tha që ish kryeministër Recep Selimi, shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vendose dhe ish parlamentari Zoti Jakub Krasniqi dhe peshojnë çfarë sfida dhe na si popull dhe si politik bërës duhet të jemi më të afër dhe mos ketë sot atje është një protest që do të mbahet liria ka emër, jo politik dhe besoj është mesazh i qartë edhe për gjykatën speciale atje se e dim shumë mirë UÇK-ja është ardhe ka lind nga populli dhe nuk ka bërë një ushtri që ka lind nga populli dhe i ka rezistuar të gjitha atyre masakrave dhe të gjitha atyneve dhe vend të ketë akt akuza për kriminal që ka bërë krime lufte në Kosovë, masakra, dënime dhe shkatrime dhe po gjykojnë njerëzit që kanë qenë luftëtar, po shpresoje që dhe unë e di edhe si jurist, edhe si profesionist, edhe si çdo se ata nuk kanë bërë krime dhe shpresoje të jetë një gjykim lirues dhe të gjithë ata që mendojnë që këtë faktikisht është shumë e qartë, nëse ka bërë UÇK-ja krime, faktikisht pas ka bërë edhe NATO, se ata kanë bashkëpunuar me NATO me vesti Clark dhe të gjithë ai proces maratonik që konë gjithë në gjykatë speciale atje është një etnike në ratësore që nuk i takon, po ja pra e kanë bërë sidoqoftë tash shpresoj që mos të ketë më arrestime dhe të lirohen të gjithë edhe ata që janë të akuzuar dhe që kanë marrë një gjykim meritues, po shpresoj kjo është një vetëdijsim për popullin Kosovës dhe për politikët bërsen që duhet të jenë bashkuar dhe unifikues dhe jo të jenë të përçam. Patjetër që po, më dha 2-3 pika të cilat mund gjatë përgjigjes tuaj pak më të gjerë për një pasqyrë më të gjerë rreth 18 vjetorit të pavarësisht që nga themelirimi i shtetit. Kur përmendet pikën e globale, do të thënë aspektin global, se si ndikon politika globale tani, do të thënë me gjitha zhvillimet të cilat i shohim, për shkak se ne e dim që SBA-t kanë qenë çdo herë aleat të Kosovës dhe kanë mbështetur qoftë edhe në luftën e vitit 98-99, mirë po, tani ku ndodhet, në cilën pikë në këtë të themi zhvillim politik global i cili ka përfshirë të gjitha vendet dhe po ndodhin ndryshime mjaft të mëdha. Po zënëror, tash peshome investimi Amerikan në 6 vend e Ballkanit Perëndimor. Edhe në Maqedoni, pas SBA-n besoj do të ketë kriza edhe në Malzi, Serbive që kemi një fat regjime aty shpresojmë që do të bija regjimi i Vučićit dhe është vazhdimsi e regjimit të Miloševićit e dim, mos i përsërisëm aty, dhe unë mendoj që kjo njoja me Amerikanët, e din shumë mirë Amerikanët dojnë paqë, dhe jo rastisht ata kanë investuar në Ballkanin Perëndimor, dhe jo rastisht ata e monitorojnë këtë Ballkanin Perëndimor me lupë, po mos në SBA-t dhe ai investim, prap do të kishte konflikt, në mënyrë hipotetike, edhe në Maqedoni, edhe në Bosnjë, në mënyrë hipotetike, edhe në Kosovë, me njerëzit e tij që ka pas Radojići, Besedinovići që janë Mitrovica atje dhe falë amerikanëve dhe shtetit tonë të Kosovës një pjesë e madhe janë larguar ata kriminal dhe besoj nuk kanë vend as në kon as në Maqedoni, po as në Sarajevo, as në Kosovë kriminalët. E din ku e kanë vendin dhe besoj ky monitorim i SBA-ve besoj që është e qartë për çdo njeri që mendon. Po tani përsëri ata japin përkrahje në një farë mënyrë, ndoshta indirekte, por qeverisë Kurti. Pavarësisht po tash me themelimin e institucionit të Kosovës e ka pa edhe vetë edhe kryeministja e Zotit Kurti tash ka rënë të bi populizmi i Zotit Kurti ka dhe i ka themel institucionet i ka fituar mbi 50%, e ka kryetarin e komandës vetën zonën Haxhiu, e ka vetë është kryeminist Zoti Kurti, ja ka dhënë sovrani populli, i ka dhe 4 vjet mandat, të shome a do t'i përmbush ato pika siç ka thonë
në fushat dhe larg populizmave dhe tash është çështja edhe e presidentit Zonis Osmani, na si analist politik dhe i kemi përcjell situatat, e dim shumë mirë kur gjithë se kemi personal, ju kam thonë edhe çdo studio tjera, edhe në Kosovë dhe ku do shkoj. Zoni Osmani e dim shumë mirë, i ka shërbyer zotit Kurti si notere. Tash ato kalkulimet politike nora, tash ata që shërbojnë politik liderët, na s'do të përzim, na si shoqëri civile, si OSH, na veç i monitorojnë dhe shohim a kanë punuar në favor të popullit sovran, se prapa ata e kërkojnë votën çdo 4 që thash. Dhe tash në sezonin Osmani i ka shërbyer X liderët apo Y liderë, çka mu si qytetar i Republikës Kosovës i rëndon, pa marrë parasysh shkollën, karrierën, mu për derisa nuk i ka shërbyer taman, e dim ç'është roli presidentit, do të më qenë unifikuese të dhe ka me kry i ka shërbyer zotit Kurti për mos emërimin e kryeprokurorit të Republikës Kosovës, zotit Isufaj, një njeri luftëtar që është pa asnjë hipotek, njeri shumë profesionist, se kam pas fatin që kam punuar me të, me qëllim për përmeni, jo për diçka, po një njeri që është shumë profesionist dhe nuk ka asnjë hipotek, që rastet kriminale çdo ku janë, por nuk do të thotë tash për shembull nëse X person s'ka punu në atë sektor, nuk do të merr që do të merr për çdo sa përgjegjësinë ai. Dhe besoj i ka shërbim mos emërimi dhe në besoj që ka gabuar, dhe tash është fati me përmirësuar gabim, se e dim shumë mirë çfarë njeriu dhe çfarë vlera ka, çfarë kombëtare njerëzore dhe profesionale, dhe tash nëse nuk zgjidhet deri me 5 mars presidenti apo presidentja e Republikës Kosovës, shteti i frikëm se do të shkojë në zgjedhje, por shpresoj të ju vi një presion shumë më i madh nora nga evropianët dhe amerikanët, se e kanë bë gjithë liderët e Ballkanit, edhe Maqedoninë e Veriut, edhe në Kosovë, që pa presion, pa tujt nuk mund të bojnë, por shpresoj që edhe të gjejnë vetë dhe gjejnë hapësirë edhe për me paktën me të kalu atë krize, tash apo Zoni Osmani apo dikush tjetër, është çështja e tyre e liderëve, e dim shumë mirë zoti Kurti si ka 80 mandate, i ka 65-7, për me zgjedhë presidentin e Republikës Kosovës do të jenë 80 mandate të pranishëm në Komend, dhe pa marrëveshje politike besoj qoftë me LDK, qoftë me PDK, nuk mund të zgjedhet çështja e presidentit apo presidentit të Republikës Kosovës, dhe unë shpresoj që o PDK-ja o LDK-ja duhet të rinë në koalicion për me të kalu zhvillimet aktuale në Kosovë, dhe zgjedhë se jemi ngopër edhe na me zgjedhje, edhe me harxhime, edhe me maltretime, veçanërisht që çdo që u themelon institucionin e Kosovës dhe votohet buxheti, se nëse nuk ish votuar tash edhe buxheti i shku shtetin në kolaps, ka pensione, rrogat e gjitha, e besoj që këtë kishin vujt prap popullit, prap sovranë, dhe më në fund u zgjedh, dhe unë mendoj që një politik bërje e qetë dhe stabile, shteti komplet do të shkojnë në Bashkimin Evropian dhe NATO, dhe jo mendohet ka lindja apo tentohet, po gjithë ato politikat ka politika, që Maqedoni që si për shtatën NATO së Bashkimit Evropian, po me presion ato zhdukën, dhe si 6 vende Ballkan Perëndimor besoj e kanë vendin në NATO Bashkimin Evropian, dhe nuk ka luftë më se jemi ngopur me luftat në Jugosllavi. Unë kam qenë atëherë i ri, besoj ju mund të qenë pak më asë në kohë, dhe i keni përjetue, dhe besoj që lufta vetë është e keqe, s'ki që atë thojë luftë më. Patjetër që dëmton në shumë aspekte, jo vetëm në aspektin të humbjes, gjithashtu edhe në jetrave, shkatrimeve, çdo sen, lufta është e keqe, ekonomia për tokë bjen. Përmendet edhe disa momente mjaft të rëndësishme kur përmendet presidenten Vjosa Osmani, duke parë nga jashtë Kosovës dhe nga vendet tjera, ajo e ka prezentuar Kosovën mjaft mirë në skenën ndërkombëtare. Tash e pam edhe paraqitjen e saj në Davos, ku një ndër shtetet e vogla, e cila akoma nuk ka nisur thuash rrugtimin sakt të nisë dhe negociatat me Bashkimin Evropian, por ajo ishte në mesin thuash edhe afër figurave mjaft të rëndësishme si presidenti Trump. Po, Nor, faleminderit shumë për këtë pyetje. Besoj që thash në fillim, pa SHBA Kosova një ditë muque, me mendu që si në SHBA dhe s'na përkrajnë, na s'di qatë bojmë. Folim si shtet, i themeluar, pa SHBA Kosova nuk do të ishte. Shteti Kosovës është produkt i SHBA-ve, e dini madh i vogël, edhe në Ballkan çdo kënd.
a do me pranu armi që ta në është shumë subjektive. Dhe jo rasisht e ka ftu zonin Osmani, si të parën shtetit që e ka paj blokada politike zotit Kurti kryenësinë e thash, për ato jo pedukët, jes pedukët dhe një vjeqar këtë stagnim. Dhe prap ishe edhe tash se fjallën ashtu e redukton apo e nëzirë si do qoftë, unë mendoj që edhe me populizmat shkon. Kushtetuta është akti themeltar i një shtetit dhe plani atisarit ka qenë për themelim institucion. O kom pavarësi me këqyrur, ka kalue dhe tash na nuk munda me imponu dikon minoriteti ju takon shumica sërb. A na pëlqen me lista sërbra është shumë subjektiv. E di që s'na pëlqen, po ja thot ligji kushtetues. Do t'i bën rashi që 11 apo 10 apo 8 asine në rregullime i kanë vendet e rezervume. 10 deputet dhe tash për fat keq që ka investu fuqiçi në ata njerëz është çështja e politikës të minoritetit sërb. Jo Albin Kurti, jo politikanë të tjerë. Dhe edha gjykimi që ka kushtetuesi se ishte antiligjor, antikushtetues gjeda e Nenad Rashiqit dhe prap e voton Rashiq asim falë Simiqin dhe ato e thashë populizm dhe zoni Osmani e ka përfasuar, e kem kolegësh juriste, po prap asë të thëm asë minat asë kërgjo, po nuk i ka shërbyje tamam që do të se roli president është unifikuse. Tash, a dojnë ta bojnë është dorën e politikanë edhe një mandat. Po misia jonë me Shërbat dhe Bashkimin Evropian është si të nësi si shtetin, ata nuk e shohin Vjosa Osmani si kër individ, po e shohin si shtetin e Kosovës, ata o du me ftu zonin Osmani se e para shteti, se e kam pas se Albin Kurti ka qenë në detyrë dhe juridikisht nuk ka mujtë me përfasu Kosovën. A i dim paktën që a thot qeveria në detyrë, sa mos tje shtetin kolaps, edhe e dim shumë mirë dhe shpresoj aja ka përfasu Kosovën, po jo në atë nivel që do të me përfasu shtetin Kosovën, se paktën Kosova ka kuadrë shumë atë mirë, nuk do me thonë zonja Osmani, me gjithë respektin. Si në gjdo, po ajo është në kryet të shteti. Po si do qo, po shpresoj të kalojmë këtë lejtë krizës, mos shumë shtetin në zidhe dhe bon partit bashk, është që është jetyne që është të dojnë kulaqin, tërse jo rasisht, Kosova kalon zgjedhjen e presidentit, jo si që keni jo Mashdenia Veriut nga populli për interesat e partijë politikë. Të gjithë, edhe ata tjerët, edhe këta, për me do kulaqin dhe besoj kjo shumë është e qartë. Qyshe meritoni, nora, x, y, është shumë subjektive, po dihet për deri sa presidenti, apo presidenti, Arbis Kosovë, nuk zgjedhet nga populli, nga sovrani, mu më leme në kuptu dhe besoj dhe ty është dënë një tjetër që ata kanë bo për kalkulime politike, për me do kulaqin, pik, tjerë që shëmarën shumë subjektive. Qëfar reforma ka bërë Kosova? Dhe me të nga ka kryuar, a ka ndërtuar tani më institucionet të qëndrueshme brenda këtyre 18 viteve, apo si që reflektua edhe në raportin e Komisionit Evropian, ku pam ngjecje në reforma, duke filluar nga administrata e më tutje. Dhe me thënë, sa kemi përparim brenda këtyre 18 viteve në reformimin institucional, duke u shkëputur nga politizimi i institucioneve. Apo partizimi i tyre. Po, kjo pyetje shumë e mirë, unë besoj që kemi pa edhe na, Kosovë ka investu mjaft në kadrat, sidomos në policinë e Kosovës, besoj që kemi një policit mrekullueshme dhe krenar që jam ati shtetit që në burën me policinë e Kosovës, mund këtë njerëz individual, po policia e Kosovës është ndër më të mira Ballkan, e thëmë me mburje dhe jam minjës që jam me ati shtetit dhe ata më përfrasojnë mua e kem policinë ato falë ngritjes kapacitete me shobat. Ambasada Amerikane i ka trajnu policët e Kosovës në Amerikë atje, e në Londër dhe Francë do kënd tjetër, dhe a është investim i miqve tonë. Për atë politikën e bojnë liderët, po ato investim i në shkollu ata policë, ato njësi në kone i qeverit kalume, po ata djemë janë të Kosovës dhe i shërbim popullit Kosovës. Tash, ta politikanë janë thjesht figura shkojnë e vinë, ama institucionit në kredibile dhe besoj e kemi një polici shumë të mirë, edhe themelimi i ushtrisë të Kosovës FSK-s, e dim shumë mirë, e thanë edhe Amerikanët, e thanë edhe politikanët falë Ramush Haradina që ka investu dhe kun kategorik dhe ka themelur. Dhe besoj mrena 10 vjeqarit edhe kapacitetet ushtarake FSK-ja është në rrugë të mbarë, edhe Albin Kurti ka investuar, edhe në qeverin e kaluar, edhe tash rritet një lloj buxheti shumë i madh dhe besoj dhe t'jem krenar dhe jemi krenar edhe me ushtrinë e Kosovës dhe
ka ngece në sistemin juridik, ekonomik, në administrat ka fillue, besoj këto shtyllat e shtetës, si të ketë një sistem gjysor të mirë, sistem besoj që lanë në për gjykata, ashta gjykata themelore, qovë administrative civil, këto ka ngese një lanë të qështë në gjykatët themelore të Prishtinës, për qështë kontestimore mund të pritet deri në 5 vjet, dhe duhet të rritet numri bashkëpunëtorëve personal, duhet të rritet numri zyrtarëve ligjor, besoj administratës dhe njerëz kapacitete dhe sistemi prokurorial. Edhe e kemi thash më herët mos emërimi kryeprokurore dhe kryenësia e Zotit Kurti për mos përkrar këshillin prokurorial, jemi stagnim. Pra populli sidoqoftë duhet të bëhen bashkë, edhe sistemi prokurorial, edhe sistemi gjyqësor bashkë, ata funksionojnë vi që s'kan qare dhe kanë linjë buxhetore se bili fundi ata më mujt janarin edhe paga, si avdhon, po nuk guzojnë se po në shkele ligjore, dhe unë mendoj që duhet të kaloj Albin Kurti këto dhe duhet të investoj sa ma shumë në njerëz shumë profesional dhe t'ju krijoj kushte. Pa marrë parasysh që i kanë rrogat e mira, po duhet të zhenohen me staf, duhet të bëjë jo një gjykac të ketë një pozicion 4 bashkëpunëtor, ose anasilla. Duhet një gjyqtar të ketë një bashkëpunëtor profesional, e jo një bashkëpunëtor profesional të shërbej 4 gjyqtarëve. Apo tash këto janë sfidat, dhe unë mendoj që ka ecë përpara Kosovës duhet të investoj në sistemin e drejtësisë, edhe gjyqësor, edhe prokurorial, besoj që edhe në polici, në inteligjencë, besoj që e kemi pa falë inteligjencës janë ndalë shumë dhe bashkëpunim me Amerikanët atje u zbulu që ishte edhe sulmit terrorist në Mitrovic të Veriut, atje në lumen e Iberlepens dhe rasti banjë se ato jo. Besoj këto janë, i ka bu shteti Kosovë këtu kapacitetet dhe unë shpresoj të rritet dhe të forcohen ende më shumë, po falë me gjvetan dhe pa investim dhe pa një politik të mirë me SBA dhe Bashkimin Evropian, Kosova dhe gjithë Ballkanët Perëndimor, se ata i kanë kapacitetet njerëzore profesionale dhe resurse dhe na si shtet i ri 18 vjet me këqyrë nuk marrin shumë, po në ngritje të kapaciteteve njerëzore profesionale është i pakët dhe Kosovës e vjen ende me investu në strukturat e sigurisë dhe të politikë bërës. Administrata kopto si çdo me Ballkan Perëndimor ka shku përpara, po jo në atë sistemi si Bashkimit Evropian për të aplikuar një lehtësim tash, besoj shumicën e rasteve ekip me apliku online, jo me shku me letra, me pagesa. Por është e digitalizuar, është tani më. Po, thoja, është një pjesë, po ka problem me pronat. Se një pjesë e dim shumë mirë, regjistrat katastrale Serbia i ka marrë në Kosovë. Unë vetë familja jam ka problema me pronat se i ka marrë regjistrit katastral, dhe konë një sistem që në ish Jugosllavi s'ka mujtë, nëse ti ke dosh me vlen një patëshmëri për minoritetit sërb, bosnjak ose ashkali, s'ke mujtë se o konë ligji jo, se s'ke mujtë ti me ble. Dhe kanë shvizu i ka shit edhe nga njerë, ta njën këto patëshmërit e pikët zadrugët, tash AKM-ja, dhe aty jënë bo lëndë dhe jënë vjedhë patëshmëris, i kanë shit sërbët ka 4-5 herë me shqiptar, me njerë që se ka ndoshtë mirë të Kosovës dhe ka lëndës të ngarkua jënë ato 7 gjykata themelore me nëndekqen, fole për gjithë departamentin civil që e di që kam punu atë dhe e di që është lukë dhe duhet të gjithë një e gjithë investimi dhe tash duhet të ketë investim dhe të ketë metoda për shkarkimin aty në landë, gjej metoda ligje tjera se Serbia s'na i kthen ato letra. E dim komplet dhe kodi civil nuk është votu ende, kënë se për një ligj tjetër, po aty veç është i pretekst, ajo se aty bulon që jënë bo kesh përdorimet me pronat, dhe këtu është stagnimi maj madhë. Me pronat jënë bo gjithë. Kjo është një mendësi balkanike, mund të temi se kemi problematikat. Por është se një ari tokë, po foli ku e komë në shpinë aty, lagjet ma gjerëve, zona e parë, kushtën 200 mjera. Se është me ndërtimet larta. Me një ari i merë 300 metra, 2500 km katror. E plus, ku e në kalkulimet tjera investimet, dhe unë e thëmë mafia e objekteve që bojnë të larta, mafia e ndërtimet me politikë të bërës, ka fillu të hi edhe kancerën në politikë, qështë ndër me nivele komunale, me asambles,
i blejnë asamblesë. Prandaj është e rëndësishme reformat për qenë pjesë e Bashkimit Evropian, ndoshta edhe për të evropianizuar, qoftë qytetarisht, qoftë institucionalisht. Ashtu po, ashtu se... Ku jemi tash me sfidat? Do me thënë, që kanë mbetet sfidë në rrugtimin evropian? Pse Kosova veç më akoma nuk është në ato hapat e parë të temi. Po në ora kemi pa vetë edhe kur u bë liberalizimi i Kosovës është bë 12 vjet mbas Maqedonisë, Serbisë, Bosnjës, Malizit. Edhe të gjitha kriteret e qeveritë e kaluara që kanë përmbush, po ja pra sfidat dhe këto që i përmenda besoj kanë pasi pretekst alibi për me abo, edhe dim shumë mirë çfarë sfida ka kalu Kosova dhe u bë më në fund u bë liberalizimi i vizave, ishëm si një shtet geto, bili shumica on Maqedonisë si pas familje, do ishë me marrë shtëtësi, apo aty në Shqipëri, apo një pjesë në Serbi atje. Besoj që tanë kërë u bë liberalizimi, besoj u bë qartë dhe i plotësu të gjitha kriteret dhe këto sfida dhe politikë bërësit tonë, me ato kryenësin, me ato populizme, se cilin atë zhargonin e vetë, e shfrytëzoi situatën dhe neve na bëjshin dëm. Populli, për një vizë u dopke me argjit një familjar 7-80 euro dhe 150 euro për t'i organizu një folder letra për një vizë një mujore. E tash se kem atë problem, edhe si të qoftë tash, unë e besoj që Kosova ka sfidën kryesore bisedimet Kosovë-Serbi dhe njohja reciproke dhe të mbyllët njerë kapitulli mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë dhe kuptohet pa presionin e SBA-ve dhe Bashkimit Evropian, Serbia nuk gjenizohet dhe nuk e njeh shtetin e Kosovës pavarur sovran, pa marrë parasysh ato politikat vëqishit njerëzve të tij. Një pjesë e madhe e politikë bërësve dhe analist e kem një mik atë thonë ka marrë pjesë, është një politikan, është shumë i njoftën atë në Serbi që e ka pranuar pavarësinë e Kosovës dhe e din, por një pjesë e vogël hale besojnë atë kthimin e Serbisë në Kosovë. Ajo punë ka përfunduar me 1999 me hyrjen e KFOR-it dhe NATO-s Kosovë dhe besoj që sot populli po shumë i ondra dhe një pjesë që i man fuqish me këtë farë politike shekullit 19 dhe i josh ajo besoj që ka ra dhe jo rastësisht ato protesta në Serbi në ora që për këtë sensi fuqishi popullin sërb, minoritetin sërb në Kosovë e shfrytëzon vetëm për vota edhe vetëm për interesat e tij, por politik, por personal. Dhe është a zhargoni popullor me kalu lumin pa lag. Jo, se ato protesta, ato studentë atje janë çu për një pretekst se nuk e dojnë atë regjim atje dhe besoj as qytetar se din Kosova të gjitha të drejtat ja ka dhënë minoritetit sërb në Kosovë. Merr një shqiptar loginis për Medveç Bajanosit. Ati kanë asimilu, ja kanë marrë edhe shtetësinë edhe ja kanë zhduk ato letër njoftime dhe gjithë vendanimet. Dhe kur të krasët, minoritetin sërb në Kosovë, me gjitha të e kanë gjuhën e tyre, e kanë kushtetut, flamurin, çdo stan dhe kanë të drejta se gjithë minoriteti, besoj që edhe këto shqiptarët kanë ma pak se sërbën në Kosovë. Dhe u bë këtë problem me gjuhën tonë Maqedonisë, unë e di që kanë edhe shqipja zyrtare për ta e përdonë qoftë politika në Kosovë, qoftë e përdonë si karem për të marrë vota dhe për të eliminuar aliamet. Të kishim komplet një tim tjetër në atë drejtim, pasi që edhe duke marrë parasysh edhe që nga marrëveshja e Ohrit deri tani, janë lanë ndoshta edhe disa hapësira për të ndoshta edhe për të pas hapësirë për të ndryshuar, apo për të mos qenë një shtyllë e fortë në këtë drejtim, por do doja të ndalemi në Kosovë, tjetër herë unë shpresoj se do të flasim edhe për kontekstin e gjuhës shqipe. Kur përmendet Serbinë dhe situatën atje, ne shohim se popullata po reflekton në Serbi se duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Serbi si mbetet vetëm një kusht, do të thënë ta njohë pavarësinë e Kosovës. Reformat e brendshme ka qenë një ndër shtetet e parat e cila ka hecë me reforma drejt Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër, kur e shohim një Kosovë, një shtet i cili është i ri, por gjithsesi duke marrë parasysh edhe sfidat politike të cilat i shohim, nga këndvështrimi jon Kosova, ose me analistët të cilit e kemi diskutuar në studiet tona,
duke marrë parasysh dinamika dhe zhvillimet e brendshme politike, prapë shohim një zhvillim jashtëzakonisht shumë të shpejt në veçanti vitet e fundit. Po tash investimi gjithmonë për përmen Amerikës. Amerika, derisa unë kam qef, mi thonë sa në trosh dhe drejt. Për derisa Amerika kullët, në Ballkanin Perëndimor, e kemi një sigurit përgjithshëm. Sikur ti këtu në Shkup, unë asaj ka Prishtina, gjithë Ballkanin Perëndimor, se nuk do të ketë konflikte, se ky investim amerikan dhe evropian, nëse nuk e këshyrin me lupsantet, do bie gjithë dhe çfarë do të bie ai investim disa vjeçar amerikan dhe evropian dhe çfarë do të thotë do të ketë konflikt në Maqedoni apo në Kosovë. Zero bjena investim. Dhe jo rastësisht amerikanët e mbikëqyrin Ballkanin Perëndimor dhe besoj që me politikat e tyre të mira, edhe për atë popull, aty ku jeton atë shtet, dhe për të mirat. Dhe besoj ekspertë shumë mirë, tha ai miku jon, zoti Janić. Serbia penjëll Kosovën, Bashkinë Evropiane ka veç ondër. Është kriter Bashkinë Evropian. Po Vučići duhet të gjej politika se e dim shumë mirë se mund ta pret fati i Zoran Gjingjiçi, se e dim shumë mirë serbët që janë në Serbi atje. Edhe besoj që nëse do e një mënyrë hipotetike, apo do në veçisht tjetër, apo kush do tjetër, e një pavarësisht që Kosovën jetë aty në rrezik dhe ato e kanë kriter serbët dhe bashkëpunim me kishën dhe me Akademinë Serbe i marrë mendimet. Dhe tash çfarë solucione do të gjejmë? Është flitë që muajin prill apo në maj që mund të ketë njërin nga Serbia dhe këtë Vučići nuk mund të kapërdin këtë se është presion amerikan dhe këtë Amerika është fokusu ma shumë mes Rusisë atje dhe e shumë edhe luftë në Ukrainë atje. Atë dhe desha ta përmend, do me thënë në këtë situatë globale, kur fokus është lufta në Ukrainë dhe Rusi, do me thënë një konflikt global mund të quaj mes fuqive të mëdha, se nuk është vetëm Ukraina, ku fokusin edhe Bashkimi Evropian e ka atje, dhe shofim ndryshimet politike edhe në konfigurimet apo të temit të shteteve të Bashkimit Evropian dhe si drejtohen ato. A mbetet akoma Kosova apo vendet e Ballkanit prioritet për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës të themi që të na izgjidhin punët e shtëpisë? Ashtu edhe kanë qenë deklaratat e tyre. Po, jo rastësisht e thash e përmena, se jo rastësisht e kanë njohur edhe Serbisë që këtë fëmijën e vogël, që Vučići mbaj karrikën edhe me Bashkimin Evropian, edhe me Rusinë. Dhe në fund u dogjë. Apo nëse nuk mundesh të mbajsh edhe atë karrikat dhe e ka pasis erdhen ato dhe ja këthyn shpinën edhe Rusia, tani e bënë alat tyne Aleksandr Vulinin dhe tash një farfore Vučići u djek me atë Vladimir Putinin dhe apet u këthy këton ka Bashkimin Evropian ishe ajfar projekte litiume që ja dhanë Bashkimi Evropian, Frances aeroplanët Rafale, ETJ, që një farë joshje dhe jo rastësisht Serbia e ka shfrytzuar këtë situatën, luftën në Ukrainë atje dhe e kanë mbajtur kërë fëmijën e vogël Bashkimi Evropian dhe Amerikanët dhe kur e panë që Serbia nuk ka të stopuar dhe e stopon, se Amerikanët i prejnë sandet. Nuk të lojnë, po i prejnë dhe ja bënën me dije dhe tash po pritët dhe besoj që do të ketë politikë tjetër dhe strategji tjetër që shkoj zhvillimi i bisedime Kosovë-Serbi dhe më në fundë vjen njohja reciproke dhe Kosova ka obligim ta bëj asociacione apo zajednisën apo vetë menaxhim që shto ke zoti Kurdi sa ishte në opozit dhe këtë është e dëmshme për Kosovën, po është një sen ligjor që është votuar në Kuvendin e Kosovës dhe Albin Kurti e ka ba si obligim edhe marrëveshjen e orit dhe kjo është e dëmshme, po ja pra ky Ballkani Perëndimor dhe besoj që kjo është e qartë se shteti vetëm me negociata dhe me politika të bërse gjithmonë i referohem në SBA dhe Bashkimin Evropian se na si shtet nuk mundem me kalu asnjë hap pa SBA dhe Bashkimin Evropian. Është e kot, e dim kanë kemi përballë dhe na duhet jemi unifikues gjithë politikanët dhe jo të kemi atë mbetje mes vete për kalkulime politike apo për populizëm, po të bëhemi bashkë momentet vendimtare dhe të largohemi njëra për gjithmonë dhe të jemi
NATO dhe Bashkimi Evropian dhe nëse jemi të përçam këtë Serbia shfrytëzon masmiti dhe e din ku më na godit më mbrez dhe me domtue shtetin sa ata punojnë ditë natë me domtu shtetin e Kosovës. E dina, kjo është e qartë dhe s'do koment, po na jemi shteti pavarur sovran, kemi institucionet e tona dhe çdo ditë forcohemi dhe besoj që të kemi edhe na një ditë ushtrin ton në kufit e NATO të rrinë si monitorim dhe jo ti mbikëqyrë kufit e Kosovës. Përmendet shumë sfida të Kosovës, përmendet edhe asociacionin e shumë temat të tjera, të cilat tash nuk na premton koha se do të ishim dalur për të diskutuar dhe më detajisht ndoshta. Por në këtë drejtim shumë vende të Ballkanit Perëndimor, marr Shqipërinë, marr Maqedoninë në periudhë ne ku jetojmë, kanë bërë kompromise me ndërkombëtarët për të ndryshuar shumë gjëra, edhe ne jemi në një pikë historike në atë rrugtim, por do doja për në fund të më thoni se ku e shihni Kosovën pas minimum 5 viteve apo 10 viteve, ndoshta, ku mund të jetë Kosova me këtë dinamik në rrugtimin evropian, duke qenë objektiv, jo vetëm pesimist apo optimist. Po, Nora, është pyetje shumë është e mirë, unë besoj se gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe Kosova, e ka sfidë kruciale bisedimet Kosovë-Serbi dhe themelimi i zajednicës apo vetëm menaxhim të Zotit Kurti, besoj është sfidë në vete dhe duhet të ka përdi këtë Zoti Kurti. A do digjet politikit, atëherë e vendos sovran, jo jeton jonora. Po si do të qoftë, besoj kjo është shumë është e qartë. Se e dim shumë mirë Zoti Kurti sa ka qenë në opozit, e ka kallë kuvendin me gaz lotësjellës, e ka sulmu institucionet, e ka kollë kryeqendrën e Prishtinës, për këtë tash të gjithat i ka bo. Tash si do qoftë, tash besoj që Kosova dhe gjithë edhe vendet e tjera Ballkan Perëndimor kanë vend në NATO Bashkimin Evropian. Dhe unë e shoh, nëse na përkrajnë edhe Bashkimi Evropian, edhe amerikanët që nuk e dyshoj këto, që sidomos amerikanët që s'na përkrajnë këtë rrugë euroatlantike, besoj Kosova me gjithë vendet Ballkan Perëndimor është në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe krah për krah si shtete fëmijë, edhe Serbin, besoj që më në fund do mbyllet ai kapitulli i konfliktit në 6 vende e Ballkanit Perëndimor dhe nuk do të ketë hapësirë aty në njerëzve që mund të përsëritet se thonë çdo sa vite mund të ketë luftë. Dhe kjo kapërdim dhe kjo mbyllje e këtij kapitulli i përmbyll të gjitha dhe i mbyll ato shtigje aty në njerëz që mendojnë të ketë luftë apo konflikte çfarë dush emri t'ja qesmi, unë mendoj që vetëm duke qenë unifikues, duke bashkëpunuar me amerikanët dhe me këto Bashkimin Evropian, besoj që gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, jo se Kosova vetë s'u ndboj, edhe Maqedonia, edhe Malizi, edhe Serbia kanë Bashkimin Evropian, po përsërisë se vetëm kjo rrugë e shpëton Ballkanin Perëndimor nga konflikti, nga lufta dhe çdo matematik tjetër, besoj gjithë investimi sa vjet do shkojnë humner dhe prapë do kthejmë në pikën 0 dhe do na përsëritet Blaca, ETJ-s, sa ishim në refugjat këtu, dhe apo Analseltas, besoj që kjo është e keqe dhe nuk do të lejojnë SHOBA dhe Bashkimi Evropian që të ketë ndonjë konflikt në Ballkanin Perëndimor. Unë ju falenderoj shumë, shpresoj që radhën tjetër, në emisionin tjetër, do të diskutojmë më ndryshe, do të flasim ndoshta për hapa konkret, do të flasim edhe për ndoshta edhe bisedimet t'jeni pjesë e NATO-s apo hapërimin drejt Bashkimit Evropian. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij emisioni. Kënaqësi, falenderës. Të nderuar televizionist, çdo herë tjetër këtu po mbyllim këtë edicion të emisionit ton Bashkimi Evropian dhe ne të përkushtuar pavarësisë së Kosovës, 18 vjet shtet Kosova, urime dhe shumë të tjera. Shpresoj në takimet e radhës të flasim më shumë pozitivisht në këtë drejtim. Mirëmbëngjes.